Naim Frashëri 1846-1900 është figurë më përfaqësuese e rilindjes kombëtare shqiptare dhe konsiderohet poeti kombëtar i shqiptarëve. Ai lindi në fshatin Frashë të Përmetit, në një familje me tradita patriotike dhe kulturore, nga e cilët dolën dhe figura të tjera të rëndësishme si Samir Frashëri dhe Abdul Frashëri. Konteksti historik, shekulli XIX, ishte një periudhë e vështirë për kombin shqiptar. Shqipëria ishte në Perëndurinë Osmane dhe përballej me rrezikun e coptimit territorial. Në këtë realitet historik, lindi nevoja për një lëvizje kombëtare që do të forconte gjuhën, kulturën dhe dëgjegjën shqiptare. Naim Frashëri e kuptoi se letërsia ishte arma më e fuqishme për të zgjuar shpirtin kombëtar. Veprat kryesore: Bagëtia e bujqësia, 1886. Kjo është një nga veprat më të dashura të letërsisë shqipe. Në këtë poemë, Naimi lavdëron natyrën shqiptare, idealizon jetën fshatare, shpreh mallin për Adziun. Poema përshkruan Shqipërinë si tokë të bekuar dhe jep lexuesit ndjenjën e krenarisë kombëtare. Historia e Skënderbeut. Në këtë vepër, Naimi ringjall figurën e Gjergj-Kastriotit Skënderbeut si simbol i trimërisë dhe rezistencës shqiptare. Ai e paraqes Skënderbeun si udhëheqës heroik dhe model moral për kombin. Lulet e verës, një përmbledhje poetike me tematikën filozofike dhe morale. Në këtë vepër, Naimi trajton dashurinë për njerëzimin, besimin, paqen dhe harmoninë.